Organizata të përndjekurit.al me mbështetjen e Institutit të Integrimit të ish të përndjekurve politik zhvilloi një aktivitet edukativ në Pogrades me pjesëmarrjen e nxënësve të gjimnazit Gjergj Pekmezi, drejtoreshës së shkollës, mësues dhe ish të përndjekur politik. Fillimisht, pjesëmarrësit zhvilluan një vizitë në kompleksin rezidencial të vilave të ish udhëheqësve komunistë ku patën mundësinë të njihen nga afër me ambientet që ata shfrytëzonin për të pushuar gjatë diktaturës, si dhe mënyrën e funksionimit dhe stilin e jetesës në sistemin e asaj kohe. Më pas, aktiviteti vijoi në ambientet e Hotel Enkelana, ku organizua një diskutim i hapur dhe u shfaq një dokumentar i shkurtër me fokus sistemimin e drejtësisë gjatë regjimit komunist dhe sfidat e ndërtimit të shtetit së drejtës në Shqipërinë e sotme. Diskutimi theksoi rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike, respektimit të drejtave të njerëzit dhe forcimit të vlerave demokratike në shoqëri. Qëllimi i aktivitetit të sotshëm, ashtu sikur se mban edhe emrin projekti, e shkuara për të ardhmen, ishte që të rinjt të mësojnë nga e shkuara, sepse e shkuara e regjimit komunist, duam apo s'duam ne, është pjesë e historisë së Shqipërisë dhe sikur se thot një shprehje Winston Churchill, ata që shikojnë larg në të shkuarën mund të shikojnë larg edhe në të ardhmen, kështu që duke i ndihmuar të rinjt përtej bankave të shkollës të përballen me objekte që i përkasin regjimit komunist, siç ishte vizita në vilat rezidenciale, ashtu duke u bashkangjitur edhe leksionin e sotshëm, ishte një mënyrë për t'i ndihmuar që të kuptojnë më mirë historinë dhe pse jo të zgjedhin në të ardhmen kur të jenë vendimmarrës rrugën e dur për sa i përket karrierës në vendime që i parafrohen më së shumti të drejtave të njerëzit, vlerave europiane dhe duke shfrytzuar kështu dhe kujtesën historike të Shqipërisë. Aktiviteti u vlerësua si një hap i rëndësishëm në edukimin qytetar të rinjve dhe në nderimin e historisë atyre që përjetuan persekutimin politik.